Ndonë se është një ndër rrugët me standard të lartë qarkullimi, segmenti rrugor Qafe-Qerreti Qelës duket se ende pa u inauguruar, ka filluar t'i nënshtrohet shkatrimi që sjell papërgjegjësia e njerëzve. Teksa sot bëm një vëzhgim me kamerën tonë në segmentin e ri rrugor, një ëndër që sot është realitet për banorët e kësaj zone, ndjen keqardhjen e fillimit të shkatrimit të sinjalistikës. Është mjaft e çuditshme se si dikush mund të vërdor mbi këtë punë, që për këtë zonë do të jetë e papërsëritshme. Por në vend të përkujdesjes, ajo pa përfunduar mirë, ka filluar të bie pre dëmtimit idiotesk, që nuk mund të jetë një vepër e njerëzve normal. Tabelat e shkullura keqas i vrehen jo pak përgjatë rrugës, ndërsa dëmtimi të ngjan me një akt barbar mbi korrizin e të gjithëve. Ndërgjegjja e njerëzve në këtë rast të ngjan e shkërmoqur keqasi, ndërsa askush nuk kupton se kujt i hyn në punë këto tabela. Sinjalistika e rrugës së Qelzës i përket standardeve bashkëkohore deri në atë pikë, ku në pjesë të rrugës investitorët kanë vendosur edhe borë matës. Pse duhet dikush të vendos dorë mbi sinjalistikën që në Puk i mungon dhe rrugëve nacionale? A mos vallë është e pamundur që ne të jetojmë me bashkëkohorën? Kjo nuk është asgjë më pak se sa një turp që sot rëndon së tepërmi mbi banorët e zonës, të cilët duhet i thonë stop shkatrimit të nisur e që duket se nuk ka të ndalur. Përballë një situate të tillë edhe policia e shtetit nuk duhet të qëndrojë duar kryq, por t'i fillojë hetimin për zbulimin e autorëve dhe të jap shembullin me arrestimin e autorëve, pasi sinjalistika është pronë publike që dënohet me heqje lirie.